drejtësi për shlirimtarët, sepse libri i verdh është me na shkelje, me na mohu historin më të re e më krenare e më të fortë të shqiptarëve, historinë e ushtrisë qërimtare të Kosovës, historinë e shtetit të pavarur të Kosovës, se na qenë ka bërë shtet me luftë e angazhim të kriminelëve. E tërë koncentrimi është aty, që djemë ushtarët dhe këta drejtues të shtetit të pavarur të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirinë e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriot, prandaj udhëheci e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykat dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rënëve për liri.